Prezantimi i projekt buxhetit për vitin 2026 në konferencën e kryetarëve të Kuvendit nisi këtë mërkur duke shënuar hapin e parë procedurial për diskutimin e projekt ligjit në parlament. Mbledhja u shoqërua me debate mes mazhorancës dhe opozitës, ku kjo e fundit kërkoi shtyrjen e prezantimit ndërsa të mbërrinte edhe paketa fiskale. Projekt buxheti vjen me një paketë fiskale. Dhe efektet e paketës fiskale reflektohen në buxhet. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që në parlament ne kemi pas një debat para 3 vitesh dhe vendosëm një standard. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në parlament që të vi projekt buxhetit prezantohet këtu pa pasur paketën fiskale. Është një standard që nuk e shkelim dot dhe lexojeni rregulloren dhe nuk thuhet projekt buxhetit dhe paketa fiskale. Efektet e paketës fiskale, ndryshimet e taksave janë reflektuar këtu në projekt buxhet me të ardhurat. Çfarë do miratojmë ne këtu kur nuk kemi një paketë fiskale? Si do supozojmë neve për disa të ardhura, për disa politika fiskale këtu në buxhet kur nuk na ka ardhur paketa fiskale? Duke qenë se ne jemi duke bërë dhe një parafrim të legjislacionit ton tatimor dhe doganor me direktivat e Bashkimit Evropian, dhe në këto kushte jemi të detyruar që këtë paketë fiskale ta konsultojmë dhe me ta përpara se sa ta sillim në parlament për miratim, paketë e cila do të vijë gjatë javës së ardhshme këtu për të diskutuar. Nuk presim ndryshime, nuk presim ndryshime në paketën fiskale, por për procedurë do duhet t'ju përcjellim edhe atyre në mënyrë që të marrim një dritë jeshile për ndryshimet që kemi propozuar. Mund të vendosë qeveria që mos sjelli paketë fiskale. Dhe ministri sapo njoftoi që paketa fiskale nuk do kenë ndikim buxhet. Tani o jeni shqetësuar që ky është buxheti më i madh në historinë e vendit, edhe s'doni ta dëgjoni. 8.8 miliard qesh, po nuk i afroshe treshit kur ishe ti zëvendës ministre. Nëse Ministria e Financave e qeveria kërkon dhe një javë kohë që të përmbyll paketën fiskale, mund nga ngushtohet kalendari që të arrim afatet e miratimit të brenda këtij viti, por do duhet të respektojmë që projekt ligji i buxhetit vi bashkë me projekt ligjet financiare që kanë lidhje të drejt për drejt me të kushtetuta dhe rregulloria nuk flasin ka apo s'ka impakt. Megjithatë, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi rrezoi kërkesën e opozitës dhe vendosi që mbledhja të vazhdonte sipas rendit të ditës. Në këtë kontekst, ministri i Financave Petrit Malaj prezantoi projektligjin e buxhetit, duke hapur rrugën për diskutimet e mëtejshme në Kuvend lidhur me shpenzimet dhe prioritetet fiskale për vitin 2026.